Maska me vezë që zhduk rrudhat për gjithmonë, ja receta. Nëse e verdha e vezës është e pasur me vlera ushqyese, minerale dhe vitamina, e bardha e vezës vjen edhe me përfitime të mira për organizmin, por edhe ndërto përbërësit kryesor të maskave të bukurisë. Në këtë video do të rendisim të gjitha përdorimet e maskave me vezë që trajtojnë problemet kryesore të lëkurës dhe flokut. Veza ka efekte lifting dhe tërheq lëkurën duke rregulluar pamjen e saj. Maska anti-rull ka vetëm një përbërës dhe ajo është e bardha e vezës. Ajo që duhet të bëni është vetëm të rrihni derisa të bëhet si shkum dhe aplikoni në fytyrë për 20 minuta. Më pas e shplani me ujë të vakët dhe lëkura do të tëndoshet. Zvogëloni pore të mëdha me maskën me vezë. Ndryshe nga maska anti-rull, që veza duhet jetë shkum për të zvogëluar poret, mjafton që të lueni fytyrën me të bardhën e vezës në trajtën e lëngshme dhe ta mbani për 10 minuta dhe më pas e lani me ujë të rrjedhshëm. Maskat për fytyrën e yndyrshme me vezë dhe për të larguar qelizat e vdekura të lëkurës mund të përdoren në të njëjtën mënyrë.